në koma. Historia e tij është bërë e njohur në për të gjithë median sociale. Bëhet fjalë për princin e Arabisë, i cili për 2 dekada me radhë është në koma pa u zgjuar fare. Dhe vetmja gjë që ka lëvizur nga princi është vetëm gishti që princi e ka luajtur për 2 dekada. Unë jam munduar që historinë e këtij princit ta përmbledh në disa fjalë dhe do t'ju sjell juve shpresën e madhe që këto prindër besojnë në Krijuesin se një ditë ky djalë do të ngrihet në këmbë. Në një qoshe të heshtur të një dhome spitali, larg zhurmës së botës, pulson një zemër që prej më shumë se 2 dekadash nuk ka ndalur së rahuri për jetën. Është zemra e princit